Shikuar të nderuar, jemi kthyer në ndeshjen e tretë pas një ndeshje të mirë edhe të parë, në të dytën, po sidomos ndeshja e dytë ku filloi, sidomos pjesa e parë ishte e nivelizuar. Green Spirit KF Celina që skuadra Green Spirit në fituar me rezultat 8-3. Jemi në ndeshjen e tretë të mbrëmjes së sot me takuan 22 dëshmorët me të veshura të katërta nga Shëndresa, nga Rando Brava, dhe Super Cimi nga Fortesa, dhe ja formacion të skuadra, 22 dëshmorët paraqiten me këtë përbërje në poshtë Arti Hajdari, numër 6 Tiki Kabashi, numër 7 Loren Duraku, 8 Mustaf Duraku, 10 Diar Hoxha, 11 Erjon Morina dhe numër 7 Getuar Gashi. Super Cimi do të startoj me këtë formacion Ramush Popaj në poshtë, pastaj 2 Trim Dobruna, numër 4 Andi Zhunici, 5 Besnik Popaj, 6 Armend Kryeziu, 7 Adriati Gashi, 8 Albin Toplana dhe numër 18 Valdrin Basaliu. Gjyqtar të këtij takimi, sikurse në ndeshjet paraprake dhe në ndeshjet e mbrëmshme, Avni Ibrahimi dhe Driton Kallaba. Gati për këtë sfidë mes këtyre dy skuadrave. Futbollistët e skuadrës Super Cimi, skuadrë Nikoqiren nga Fortesa, janë me të veshura të verdh, pra verdhëzi, derisa ata të skuadrës Super Cimi janë me të veshura të katërta, të cilët e dorëzuan topin tek skuadra Super Cimi. Ja ka nisur këtu loja, janë futbollistët e skuadrës Super Cimi të cilët e mbajnë topin si të tyre. Ja ishte aty numër 7 dhe aty Gashi, ky është Gashi. Ka kënë përkrajnë dhe të tifozërisë, ndërhyrja e Tiki Kabashit, është ky Besnik Popaj. Një iniciativë e lehtë, një fillim me një kërkim më shumë të golit nga skuadra Super Cimi, ja Besnik Popaj me këtë gjuajtje që përfundon jashtë dijes fundore. Portieri Hajdari. Ja është Duraku, nga bojnë aty për një qast, ja mundësia për skuadrën. Super Cimi ka tentuar të realizoj Alban Toplana. Korner ka përfituar skuadra Super Cimi, nga topi drejt e Adriati Gashi. Kjo tentative Valdrin Basaliut e pasuksesshme, nga krahu i djathtë. Janë tani lojtarët e skuadrës dëshmore që dalin aty përmes Durakut, që nuk tregohet i sakt, kemi rivanjansore. Një Basaliu, ja mundësia për goditja aty dhe për do të kemi të zhnuar në çastin e fundit, ka ndërhyrje, nuk ka kaluar rreziku ende, por kemi rivanjansore aty për futbollistin Adriati Gashi. Dhe çfarë mënyra aty e pat, u mundua Besnik Popaj të shënonte, për pak sa nuk realizoi, por merr duart trokitet nga tifozëria vendese për veprimin e tij. Edhe njëherë Popaj, portieri Ramush Popaj, një top i gjatë që kërkohet Gashi, pasakt Duraku. Morina nuk ka rënë të dëpërtoj atyre në mes e dy futbollistëve. Ja tani Popaj, dëpërtimi Popaj nga krahu tjetër, edhe një tentim i Popajt, por edhe një pritje suksesshme portierit Arti Hajdari. Edhe një ansore që tashmë është kryer në të mirë të skuadrës, nëse dy dëshmorët nga Shëndresa. Gashi, një Gashi, Popaj, Basaliu. Popaj edhe njëherë. Gashi e merr topin, hapet në loja në krahun tjetër. Gashi, kërkon topin Popaj, e merr atë. Gashi pozita ballore. Ja mundësia për gol dhe shënon. Skuadra Super Cimi realizon pas asistimit të Alban Toplanës. Realizon aty Adriati Gashi për rezultatin 0-1, qysh në minutën e 4 dhe iniciativa, angazhimi, insistimi për gol
rezultoi sukses shumë dhe skuadra ka kaluar në avantazh. Jagashi dhe një mundësi tjetër për golin e dytë. Dhe me njëherë vjen realisht 0-2, 2 gole të një pas njëshën të Adriatik Gashit. Nisin nga mesi futbolistët e skuadrës 22 dëshmorët që si për e shpre një dozë nervozizmi Laurent Duraku nga distanca. Një top në drejtim të Andi Zhuniqit. Ka kthyer topin prapa Zhuniqit deri te Gashi. Dhe ja mundësia për golin e tretë aty. Nuk ka arritur të realizoj Alban Toplana. Pas nga kjo goditje, më mirë po luan skuadra Supercimi, ndaj edhe është në avantazh. Në ky pasim aty ti futbollistit Albin Toplana. Shohim të përcjellën këtë mundësi. Është Kabashi që kthyer topin prapa, tani është Morina. Do shpritet aksioni i skuadrës së dëshmorët. Ja realizatori 2 golave, Gashi. Topi kthyer prapa në drejtim të Kryeziut, kemi rivënjansore, apo Basaliu, Basaliu. Rivënjën e topin në lojë. Gashi, Basaliu, dhe përsëri Gashi. Tani top në drejtim të Andi Zhuniqit. Gashi, kombinime të sakta këtu. E ty tani paksa rrezikoi Gashi, mirë po arrin topi të shkoj tek futbollisti Albin Toplana. E gabon tani Basaliu dhe ja mundësia për skuadrën e së dëshmorët. Në pritje fantastike portieri të Ramush Popaj. Hum topin aty Duraku dhe e marrin me njëherë lojtarët e skuadrës Supercimi është 4-shi aty. Zhuniqi që e kërkon topin. Ja, Gashi. Dhe njëherë topi vjen te realizatori i 2 golave Basaliu. Tentimi aty Toplanës. Basaliu me këtë gjuajtje realizon golin e tretë për skuadrën e tij, 0-3. Rita ballore shfrytëzon mundësinë ashtu siç ka një futbollist cilësor, realizon për 0-3. Morina, kthyer topin prapa, tani është Duraku. Duraku me njëherë. Mustafa Duraku. Laurent Duraku. Morina. Mustafa Duraku dhe portieri Hajdari. Vështirë të dalin në pjesën tjetër. Dhe të shojmë ato të jenë shkojnë të sigurt. Ja topi për Mustafa Durakun. Laurent Duraku. Hoxha. Pasime të sakta to mirë, po nuk kanë përfundim në duhur. Ja tentativa e futbollistit Erjon Morina për dëgjohet vëshëllima e gjyqtarit drejton Kallaba për lojë me dorë. Ja Popaj ka kthyer prapa topin. Basaliu. Kryeziu, Basaliu. Kryeziu kërkon topin, po e merr atë. Kryeziu. Ka bën Kryeziu dhe ja mundësia për të shënuar golin e parë skuadra Nisëri Dëshmorët dhe e realizon përmes Laurent Durakut. 1-3 është rezultati. Shfrytëzoi mirë atë Laurent Duraku mjeshtërisht, e mashtroi portierin. Pastaj gjuajti në pothuajse portë të zbrazur.
Shkon pasimi gashtit në drejtim të Zhuniqit. Lorent Jatani gabon aty skuadra Nisë dëshmorët, por nuk e shfrytëzojnë këtë futbollistët e skuadrës së përcimi. Lorent Duraku. Mustaf Duraku. Morina. Gjuajtja Morinës që bllokohet nga Popaj dhe pritet nga portieri Ramush Popaj. Bën edhe njëherë skuadra, mirë po aty nuk e marrë topin në pronësi mirë Mustaf Duraku. Tani shënimi aty realizuar nga Albin Toplana. 1-4 është rezultati. Nuk e priti këtë portieri Arti Hajdari. Ka goditje e mirë futbollistit Lorent Duraku që grushtohet nga portieri Ramush Popaj dhe topi del jashtë fushës. Jemi në minutën e 10 edhe 2 minuta e 20 sekonda dhe në përfundim të pjesës së parë. 1-4 është rezultati në të mirë të ekipit Super Simin nga Fortesa. Largohet topi sa më shumë tani nga pjesa në mënyrë që të mos pësohet golin nga skuadra Super Simi, e në anën tjetër do të insistoj dhe do të kërkoj skuadra si dëshmorët që së paku të shënoj edhe golin e dytë, por ato të arrijë të mbetet të shihet. E tani nuk shkon ky pasim i dyshes Andi Zhuniqi Besnik Popaj. Por kemi korner. Vanjansore, tashmë është kryer, është Armend Kryeziu, me këtë top nga distanca që kërkoi golin, pa sukses. Lorent Duraku. Morina. Shkon topi në Mustaf Duraku të shtëri, Vanjansori, pasakt ishte në pasim Jon Morina. Kryeziu, depërtimi Kryeziut. Kaloj me dorë, po, luan me dorë aty Andi Zhuniqi. Lorent Duraku. Hoxha, goditje e tij, as pak sakt. Jemi në minutën e fundit. Madje në 40 sekondat e fundit të pjesës së parë të ndeshjes. Popaj, këtë depërtim aty, po pak i ikën topi në fund, e merr aty Lorent Duraku, kemi Vanjansore, do të kemi kohë për ta përfunduar edhe një aksion, kemi kohë të shohim edhe një gol. Kryeziu dhe ja mundësia tani aty për Zhuniqin, ndalet kthehet prapa Popaj. Ja kërkon pozitën për të gjuajtur godet aty topi. Ka qëllon cakun jashtë kuadratit e këtu përfundon pjesa e parë. 22 dëshmorë Super Simi, 1-4 pas pak në pjesën e dytë. Jemi me pjesën e dytë të ndeshjes tretë të mbrëmjesës tonë me 22 dëshmorët Super Simi. Pas 12 minutave të para, rezultati 1-4 në favor të ekipit Super Simin nga Fortesa, të cilët në pjesën e parë luajtën shumë më mirë, prandaj edhe me plot merit kanë epërsinë. Tani të shohim çfarë do të sjellë pjesa e dytë, ku do të jetë në kërkim skuadra në 22 dëshmorët dhe do të insistoj që të shënoj, do të afrohet rezultatit, por atë të lejojnë lojtarët e skuadrës Super Simi, mbetet të shihet. Lorent Duraku. Dita ballore, gjuajtje e tij, një pritje e suksesshme Ramush Popajt, korner për ekipin e 22 dëshmorët. Dalje aty e portierit Popaj dhe ja kundër sulmi. A do të kemi tani rast për të gjuajtur nga futbollisti Albin Toplana, humbin topin, ja mundësia në anën tjetër, ka mbetur i shtrirë Popaj dhe ka realizuar aty skuadra 22 dëshmorët përmes Erjon Morinës, ka shfrytzuar momentin e
rrëzimit në kusht të futbollistit Besnik Popaj, cili ishte i dënduar, nuk arriti të ndërhynte dhe të shpëtonte 2-4. Aty Gashi, dua mjaft i lëvizshëm Gashi, futbollist mjaft cilësor, është Zhuniqi gjithnjë, gjuajtja e Zhuniqit e përishme drejt në portierin Arti Hajdari. Loren Duraku, Erjon Morina, edhe njerë Loren Duraku. Të përshimi Lorentit në kraun tjetër, në qasin e fundit e ndalë të Andi Zhuniqi dhe ja kundër sulmi. Topi mirë aty në kraun tjetër dhe ka realizuar skuadra në Institut Dëshmorit. Është asistues Gashi, ndërsa ka shënuar futbollisti me numër 8 është Albin Toplana, golin e tij të dytë personal, 3-2-5. Se i kemi plus 3 e përsi në favor të ekipit Super Cimi. Morina, gabon Morina dhe janë një mundësi tjetër, tani do të kemi gol, çfarë mundësie tjetër për golin e dytë nga dyshja e mëhershme, Gashi Toplana. Duraku, një gabim tjetër aty, është Toplana. Dhe për të Toplana mundësia të në dy këtopi këtyër. Sa bukur aty, Gashi e ndalë brenda vijave kufizuese, nuk arritur të gjuaj në poshtë. Tani gabon në pasim Zhuniqi, e marrin topin lojtarët e skuadrës së dy dëshmorët. Ato të ketë gol të realizuar aty. Basaliu i vendosur mirë, nuk lejon të shkoj topi drejt portës së portierit Ramush Popaj, po insiston ekipi së dy dëshmorët, është Duraku, ja Morina, goditje e Morinës, qëndrore kjo, pritje sukses me Ramush Popajt, kemi korner. Një tentim për kjo, jo aq e rrezikshme sa për të rrezikuar poshtën e portierit Ramush Popaj. Basaliu, Gashi, Basaliu dhe njëherë, Gashi në kraun tjetër, kombinim me këto të dyshes, ja është Kreziu, çfarë loje e mirë, përfundimi vetëm mungoj aty, ishte pasimi mirë për Gashi, nuk arriti të shënonte nga. Ja dhe një mundësi tjetër, Gashi, tani një dyshe fantastike, Adriatik Gashi, Albin Toplana, dhe një ansore për skuadrën nga Fortesa. Toplana njëherë, kërkon topin aty, Kreziu e merë, por nuk tregohet i sakt, topi del jashtë kuadratit të portës së portierit Arti Hajdari, mbetet rezultati 2-5 në të mirë të ekipit Super Cimi. Morina, Duraku, dhe 7 minuta kohë për skuadrën. Dynisë dëshmorë të bëjë diçka më shumë në këtë përballje. S'ka mbetet e hapur. Aty tentimi i Tiki Kabashit, që për pak nuk u tregua sa i saktë, dhe kjo ishte fat për ekipin Super Cimi. Edhe njëherë kombinimi i dyshes Toplana Gashi, në dua ta kthente topin prapa në zonë e portës në portierit. Ishte portieri Arti Hajdari, të dhe një ansore për skuadrën Super Cimi. Është rikthyer Popaj në fush. Morina,
Mustaf Duraku, Marina përsëri. Mustaf Duraku. Ja tani Marina, mundësia tani për të shënuar aty nga futbollisti Djar Hoxha dhe të timi tjetër i futbollistit Tiki Kabashi, pritet nga Ramush Popaj. Gashi, si më mirë i Gashi të dy në drejtim të Toplanës, dhe ja do të kemi golin, po, Toplana shënon pas azimit të Besnik Popajt. Goli i tretë i Albinit. 2-6. Super qimi me super gola në këtë ballafaqim ku dominon ndaj skuadrës 22 dëshmorëve. Dhe në veçanti dyshja disponuar për lojë sot Adriatik Gashi Albin Toplana që bashkërisht kanë shënuar 5 gola. Tentim nga distanca nga Andi Zhunici. Tani do të shohim kjo dalje skuadrës së dy dëshmorët, mirë po edhe një herë lëshon portën, tregohet i suksesshëm Ramush Popaj. Largon topin jashtë distancore, largon rrezikun. Ne do të shohim tani edhe një tentim aty, edhe një pritje Ramush Popajt. Rend Duraku, Mustaf Duraku, Hoxha me këtë gjuatje, përsëri aty nuk rrezikohet, nuk poshtet ekipi Supersimi, kanë mbetur edhe 3 minuta e gjysmë. Ja tani një dalje portieri që ka mbrojtjeve të shkëlqyeshme, arriti dëshiroi të shënonte edhe gol. Ky është Toplana, Popaj, njëherë Toplana, Gashi, Zhunici. Tani nuk shkon pasimi Zhunici në drejtim të Popajt. Ramush Popaj. Ishte i saksa edhe me këtë gjuajtje. Ja, tentimi Erjon Morinës, pritja e Ramush Popajt. Super Simi, super gola, super Ramushi, super futbollistët e skuadrës që dhuruan spektakël në këtë ballafaqim. Dhe ja, tentimi tjetër, edhe një pritje suksesshme super Ramushit. Popaj nuk arrin të ndalë këtë top. 2 minuta deri në fund të ndeshjes. 2-6 është rezultati. Plotësisht meritor ky rezultat për Supersimin nga Fortesa. Tani në top. Plotësisht jashtë fushës. Ja, kërkohet goli 6 dhe realizohet nga kush tjetër, Adriatik Gashi, goli i tij i tretë, personal i shtati për skuadrën. Supersimi, 2-7, të dorëzuar tashmë futbollistët e skuadrës së dy dëshmorët. Fitues janë lojtarët e ekipit Supersimi që do të kalojnë në gjiron e dytë, veç se mbetet të shihet epilogu përfundimtar i këtij ballafaqimi. Gashi, janë top në drejtim të Zhunicit. Nuk arrin topi tek Toplana. Ja tani Gashi edhe një herë. Dhe ky gol i mirë vjen i Andi Zhunicit.
2-8. Sekondat e fundit të takimit. Rëndësia ndoshta edhe e fundit për skuadrën dëshmorët, e në anën tjetër rasti fundit për ekipin supersimi ka goditje e Albinit që devion nga portieri Hajdari korner. Lejot edhe ky aksion nga gjyqtarët nga Albin Toplana. Një goditje tjetër dhe vjen goli përfundimtar i realizuar nga Armend Kryeziu, 2-9. Dhe këtu përfundon ndeshja, supersimi në gjirën e dytë, super ndeshje me super fitore.